pjesa tjetër e kimës që na mbetet? Po patjetër. Gjë që mund t'i shtohesh pa dyshim edhe tavë. Do marr një tavë, ja e kam direkt këtu. Por ne ndërtojmë një recetë të re. Kima patjetër mund të ishte aty tek domatet e shtruar, por duke sjell pastaj receta të tjera, duke ricikluar gjithçka që mbetet, nuk hidhet asnjëherë poshtë, por ja, vjen një recetë ndryshe me tavën e baltës, në vezë, po dëshë i hedhë. Atëherë. Marim 2 vezë, 3 vezë. Dhe gatuajmë poshtë saj një kim me vezë. Shtoj pak krip. Lëngun e orizit. Po. Pra këto receta është recetë që të vjen në mend që të shfrytëzosh çdo produkt që ke. Dhe e mirat është nëse ne kemi të gjitha, normalisht do dali shto këto, e hodha gjithë mirat e botës. Po jo hodha gjithë mirat e botës, do dali vetë bota. Problemi është që ti t'japësh shije në 2 produkte dhe ne dim që shija më e mirë janë ato shije që ka vetëm 3 produkte, pak fare, sepse shija koncentrohet në ato. Qep domate vezë për shembull. Ti e ndjen shijen. Kurse kur fillojmë dhe bëhen më lumë, atëre e mjera unë. Tani filloj loja. Çështje shijesh. Tani filloj loja. Goja. Pa e me ka goja. Ajde, bëjmë që kur luajmë gjoja. Mirë se ti që të haesh e mëgjes. E bra për vete. Atëherë, shtoj masën e djathit. Ka ishtë djathit të Njërën shtoj. e përdor për vaktin e drekës, tjetrën recetë që kryohet pas saj e përdor për vaktin e pasardës. Mirë, do jetë që të shtojmë pak spec djeks. Mirë do jetë. Por, që unë të jem... është vapë tani. Po e lëm pas spec, thot. Opa, tani shtoj dhe... Vezë, lëngorizi dhe tjath. Ja ta largojmë kripën. Edhe kjo në furr. Tavën e baltit. Hesh. Dhe di që ndodhë në njërë, që kjo e dyta që kryohet, dhe më mirë se para. Si recetë. Pra kima, që ka brënda edhe vezët dhe djathin, lëngun e orizit, qepën, erzat bimët aromatike të kombinuar, salcën e domates, gjithë shka. Faktikisht, tani do ta vendosim për të pjekur i shkon shumë të mish i grirë, për shembull, i shkon shumë edhe lëngu i një limoni. I shkon jashtë masës, sikur se bëjmë dhe japrakët, por të japrakët unë shumicën e rasteve nuk e përdor salcën e kuqe, pra në varësi çfarë gatuaj. Atëherë, boll fola, direkt në furrë apo hapim ta vendosim në furrë, pak e rënda jo. E ngrohur e para ngrohur, s'ka rëndësi tani sepse është vetë e ngrohur. Edhe procesi le të vijoj. Më pas vim me recetë tjetër, për shembull me biskota me tërshër. Shumë mirë për mëngjes, bëjmë çik pauzë tani, reklama, bëjmë gati tryezën dhe vim me biskotat me tërshër për mëngjeset tuaja. I rezistojnë ditëve, kështu që i përgatisim mirë dhe i kemi për ditët në vazhdim, e shoqërojmë me një lëng frutash apo me qumshin, ju e dini, rikthehemi pas pak.